Nëse zbresim pak më shumë në kontekstin arab, në atë të cilin zbriti Kurani famlar, sepse ishte një shoqëri natyrisht maskiliste, bazuar shpeshherë mbi konflikt mes fisëve, mbi luftën, mbi udhëtime të vështira, sepse edhe konteksti gjeografik në cilin jetoni ishte mjaft i vështirë, edhe sidomos tek kurejshet, aty ku zbret Kurani famlar, ishte trashëguar kultura që gruaja ishte një barr. Dhe lindja një vajze ishte një ogur i zi, ishte një fat i keq i zi, dhe kjo ishte trashëguar, po themi brez pas brezi, edhe familje mas familje, dhe historia që e varrosjes së vajzave të gjalla, nuk është se ka qenë universale tek gjithë arabët, po aty ku zbret Kurani dhe kur i qorton dhe i kritikon për një krim të tillë, kjo tregon që kjo ka qenë e vërtetë. Edhe pse nuk ka qenë, po themi, gjithë përfshirëse në gjitha fiset arabe. Kurani famlart në shumë ajete qorton reagimin e një prindi të cilit i nxihej fytyra, mërzitej dhe kishte turp të dilte përpara njerëzve sepse i kishte lindur një faj. Pra ndjente veten fajtor përpara shoqërisë se ai kishte sjell në jetë, au ishte bërë sebe për cilë në jetë një vajzë. Imagjino, në çfarë niveli ishte situata. Madje Kurani përshkruan me detaje dhe gjendjen shpirtërore të këtij njeriu, i cili thash mundohej të hecte rrugicave, që mos e shihte dikush, që mos e pyeste dikush se çfarë ka lindur, dhe fillonte dhe vriste mendjen se çfarë do të bënte me këtë vajzë. Duhet ta varroste atë apo ta mbante, po themi, këtë turp dhe këtë faqe të zezë përpara njerëzve të tjerë. Kur Kurani famlar përshkruan gjendjen psikologjike dhe shpirtërore të këtij njeriu që i ka lindur një vajzë me kaq detaje, ti e kupton se në çfarë niveli kishte mbritur kjo çështje, se arabët kurejshët sidomos e shihnin lindjen e një vajze apo prezencën e një gruaje, e shifnin me problem, me siklet, shpeshherë barë, madje ata dhe e arsyetonin këtë sipas atyre, se në rast të luftrash, ato që merreshin peng rob lufte ishin përgjithësi gratë. Dhe kjo ishte një turp i dytë pastaj për fisin dhe për familjen, pasi vajzat dhe gratë janë marrë peng.